Përshëndetje, unë quhem Gjeja Kaba dhe kam mbaruar vitin e kaluar studimet për Fashion Design në Lagrif Academy. Gjatë një viti shkollor në Lagrif Academy, kam mësuar të jem një designer e mirëfillt. Në përfundim të vitit kam krijuar brandin tim, që quhet Gjeja Kaba me moton My dress is my skin. Brandi Gjeja Kaba jo më kot ka emrin tim si dizajnere, pasi në sfilata dhe në treg do të sjell dizajnet të cilat frymëzohen nga emocionet e mia. Do më thonë të gjithat ngjyrat që unë kam si njeri të bukura, të errta, edhe gri, brandi Gjeja Kaba ka dallime për individualitetin e dizajnerit dhe të gjitha emocionet i shpreh në veshje dhe i kthen në art në pasarela. Përveç krijimeve që kam bërë gjatë studimeve në Lagrif Academy, eksperienca ime e parë si dizajnere e vërtet ishte në Milano Fashion Week në shtator të vitit 2024. Unë krijova 2 nga veshjet, të cilat për mua ishin të preferuarat në gjithë koleksionin. Mendoj që ishte një eksperiencë shumë e suksesshme për mua, të paktën unë e konsideroj si duke qenë se është nga më të parat, është shumë e veçantë edhe ka të vendin e vet në zemër. Atëherë, aktualisht Gjeja Kaba është duke punuar në një super koleksion i cili do të sjellë një tornado dizajneresh në pasarel në Milano Fashion Week 2025. Është shumë klishe shpreha që mos hiq kur dorë nga ëndrat e tua, sepse po të punosh fort për to do t'i arrish, por për mendimin tim nuk ka mesazh më të fortë për të dhënë se sa ky, sepse realisht në qoftë se kushdo që t'jetë do punoj dhe do këmbgul në ëndrat e veta dhe pak nga pak duke punuar, duke manifestuar patjetër që do arrijë aty ku do. Dhe unë jam një nga ata shembuj.